Një pyetje kam, si e bër hoxh dhe çfarë duhet të bësh që të quhesh hoxh? Duke mësuar, duke studiuar, me kalimin e viteve, më pas, u mëson të tjerëve atë që ke mësuar vetë. Pra, çfarë duhet të bësh? Duhet të mësosh, duhet të studiosh për Islamin, dhe në të ardhmen pastaj, atë çfarë ke mësuar, u mëson të tjerëve. Hoxhliku është mision, nuk është zanat, është mision, me cilin njeriu duhet të synoj të afrohet tek Allahu i lartësuar. Hoxha është thirrës, fton për t'ju bindë Allahut të lartësuar, fton për të zbatuar urdhrat e Zotit gjithësisë, fton për të adhuruar Zotin e gjithësisë, fton për të pasur profetin alayhis salam, fton për të ndjek rrugën e të parëve të ummetit. Pra është thirrës dhe ndjekës i rrugës së profetit alayhis salam. E lutim Zotin e gjithësisë që të na bëj prej të sinqertëve. Amin.